Je gjithçka për mua, e vrau me thik pas debatit çfarë postonte 22 vjeçaria për vëllain që i mori jetën. Giuseppe Musella, 23 vjeçari i arrestuar nga prokuroria e Napoli për vrasjen e motrës së tij, Ilena Musella, 22 vjeç, është dorëzuar në polici dhe ka rrëfyer se si qëndron pas krimit tragjik. Ilena u godit me thik në shtëpinë të martën pasdite dhe humbi jetën pak pas mbërritjes në spitalin Villa Betania në Napoli. Motra e tij Elena, e cila ishte shumë e lidhur me familjen, e kishte përshkruar në një postim në rrjetet sociale me fjalët: "Ti je gjithçka për mua, u bëre një nën dhe një baba për mua. Nuk do doja kur të shija të vuash, sepse nëse je mirë, edhe unë jam mirë. Edhe nëse zihemi, dashuria ime për ty nuk do të ndryshoj. Ti je gjithçka për mua, je pasuria ime më e çmuar." Ngjarja ka tronditur lagjen Ponticelli, ku Ilena jetonte vetëm me vllain e saj Giuseppe, ndërsa nëna dhe njerku i saj janë aktualisht në burg. Njerku i Ilenës dyshohet të jetë një antar i shquar i klanit Casella Circone, i njohur për aktivitetet e palishme që kontrollon në zonë. Për më tepër, hetimet po zbulojnë një pamje të qartë të mosmarrëveshjeve të ashpra dhe tensioneve të vazhdueshme mes motrës dhe vllait. Në rrjetet sociale, Giuseppe është paraqitur me një gjestë që përfshin një armë, duke përshkruar veten si një figurë e rrezikshme dhe të pakontrolluar.